Thoni lam të mirë rrullave, jamaska që bën mrekullin për fytyrën. Banani është një nga frutat më të konsumuar pavarësisht nga stina. Për shkak të vetive të saj, për më tepër është një burim shumë i rëndësishëm energjie për ata që merren me sporte, si shpjegon edhe doktori italian Riccardo Roveda. Së pari le të hedhim poshtë një mit. Bananet nuk të shëndoshin. Sigurisht do të keni kujdes kur bananet janë jashtëzakonisht të pjekura, sepse atëherë ato kanë një përmbajtje më të lartë sheqerit, por banani është një frut i shkëlqyer me pak kalori nga sa e mendoni. Avantazhi i parë i bananes është tek personat të cilët duan të kenë më shumë vlera ushqyese. Ajo është e pasur me lëndë ushqyese e mbushur me kalium, magnez dhe veçanërisht në periudhat e verës këto minerale janë thelbësore dhe të ndihmës së parë për mbrojtjen e organizmit. Bananet janë të rëndësishme për mbajtjen e shëndetshme të zorrëve dhe lehtësojnë problemet tuaja tretëse. Ndaj konsumit tyre në mas të rregullt do t'jap rezultate fantastike.